Më kanë ardhur me shumë njerëz, me shumë lek, që i dojnë nga kjo. Se kam bërë, kam treguar. Me sa lek për shembull? Po unë kam patur, tani jo, kam 4-5 vjet, kam patur nga 10.000 deri 100.000 euro. Që vinin njerëz. Po ku i sillin në çanta? I sillin nëpër zarfa edhe thoshin që po 100.000 euro. Edhe çfarë të kërkonin? Ke ndërtimet në dig, po ta them. Të ndërtimet në dig, që vetëm mos fol. Edhe kështu i kam gjitha porosit, vetëm mos fol, vetëm mos shkojnë gjyq. Po nuk të tundonin këto zarfat? Jo fare, po tash pra u liqëm nga parime, u liqëm nga parime, bajis. Bravo të qoftë. Nuk jam si ata. Për ty. Pa falindes. I pa korruptuar? Po, kurën e kurës. Ta tash pra. 100.000 euro, tha i, edhe u dozhua di. Tha do marrë të 20.000. Kush ishte ai, kush ishte? Pronari poshtë të digës. Poshtë digë, po ta them pra. Edhe po them dhe një sekret tjetër. Që edhe mbrëm ma kujtoj njëri, më tha që, jo profesor, se ti ta e le luftën e digës, po unë s'jam Vandami, s'jam Aserkuli. Unë jam qytetari thjesht, që po dua së përzihen fare. Por kundër ti duke u përzihen nëpër media, apo duke mbrojtur ty në gjykat, kam humbur si stash, kam humbur miq. Kam humbur poste, punet, kam humbur projekte. Pafund. Që jam i miri dhe unë jam janë ashkaluar 13 vjet, burrë e grua. Ne jemi 13 vjet, nga se bie 12, nga 2013 e sot, po edhe në kohën e atij opozite dhe me kohën e 2005-2012, po s'ka rëndësi kjo. Dhe i them se si mund të mendosh ujtësh, që lash luftën thash. Sepse thash, ne vazhduam luftën tonë, aq sa kemi në dorë ne, dhe fituam një gjyq, një seancë, gjykat në shkallës së parë. Duhet të humbum, po bën gjithë bashkë. Ai që është sot atje, që është atje i kryetari i bashkisë. Po, edhe më thani, ti thaj, nuk dohet ai 100.000 euro thaj, po na e mori ai ta 2 milion euro. Kush ta tha ky pronari? Ky pronari i digës. Doje 100.000 tita na bore na mori. Doje 100.000 tita, na mori ai 2 milion. E kishte fjalën për. Nuk e di, lërë. Okej. Kishte fjalën e kuptove vetë, e kuptoi edhe pop.